Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Elvis Shkampin, autorin e vrasjes së gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja. Xhaxhan e tij, Gjon Shkampi dhe rorin e sigurisë së gjykatës së apelit në Tiranë, Banush Koxhaj. Seanca u mbaj nga gjyqtarja Marinela Osmani me dyert të mbyllura, ndërsa burimet bëjnë me dije se 30 vjeçari ka kërkuar falje. Sipas tyre, ngjarja ka ndodhur si pasojë të rënditjes së rënd psikike për shkak të kalvarit të gjatë të gjyqeve për pronësinë. Ata kanë pasur pretendime ndaj gjykatës, pasi çështja e pronësisë nuk ishte e zgjidhur siç duhet. Avokati i autorit Kujtim Ibra tha se arma me të cilën ka qelluar gjyqtari në sallën e gjyqit nuk ka qenë me leje, por Elvis Shkampi pretendon se ka pasur armë pasi ka punuar si punonjës sigurie në disa institucione. Për his vërtetës ka qenë kjo. Ky person mban një armë prej disa vitesh, deklaroi në seancë që mban një armë prej disa vitesh pasi ka punuar në disa institucione të sigurisë që shpreh ai vet. Për këto do flasim në një kohë tjetër përse çfarë Elvis Shkampi ka punuar dhe për çfarë ai ka mbajtur armën. Por në momente të tilla është kjo, që kjo familje ka vuajtur shumë për sa i përket çështjeve civile, është familje që kanë hyrë në shumë borxhe për shkak të një kalvari gjatë në proceset civile. Ne e dimë shumë mirë dhe ju jeni qartë që çështjet civile zgjasin me shumë vite dhe kanë shpenzime shumë të mëdha, dhe ndoshta rënditja e lartë ka qenë për shkak të humbjes ose për shkak të një vendimi dhënë nga ana e gjykatës, duke qenë sepse do rikthente edhe një herë në fillim çështjen. Arma nuk ka qenë me leje, por Elvis Shkampi pretendon që ka punuar në disa institucione të sigurisë, të cilat ne do i serojmë në një moment. Shteti i Banush Koxhaj është në dijenin time është person që vuan nga smundja e diabetit dhe siç e kishte lajmëruar me sa deklaroi në seancë, deklaroi që kishte lajmëruar kancelarin e gjykatës që unë nuk ndihem mirë dhe kancelara e gjykatës i kishte thënë që mund të lëvizni, por nuk është zëvendësuar në shërbimin e tij. Pra, smundja që ka Banush Koxhaj është smundja e sheqerit, e cila për his vërtetës ata që pak e din, por ul çikushmërinë në sy në momentet veçanta kur rritet pjesa e sheqerit. Elvis Shkampi, 30 vjeç, autori i vrasjes së gjyqtarit dhe plagosjes së Rakip dhe Ervis Kurtajt, babe bir, përballet me 3 akuza: vrasje e funksionarëve publik, vrasje në rrethana të tjera cilësuese kundër palëve të përfshira, kryer në bashkëpunim dhe mbetur në tentativë, si dhe mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve, armë shpërthyese dhe municioneve. Për sa i përket Gjon Shkampit, prokuroria ka dyshuar kualifikimin fillestar të veprës penale që referoi policia, e cila e akuzonte atë edhe për vrasjen e gjyqtarit. Organi i akuzës dyshon se Gjoni ishte në dijeni vetëm për planin e nipit të tij ndaj palës kundërshtare në gjyq. Madje prokuroria thekson se ka dyshime që Gjon Shkampi ka pasur rolin në nxitset në tentativë për të vrarë babe bi, të cilët jetojnë në pronën e pretenduar prej tij në Shkodër. Organi i akuzës mbështetet në dyshimet e tij në deklaratë përcënuese që 56 vjeçari ka bërë më herët në media, ku ka folur hapur për hakmarrje ndaj personave që ai konsideronte si uzurpues të pronës. Madje sipas hetuesve, edhe vetë familjarët e tij kanë paraqitur kallëzimin në polici për kanosin e vazhdueshme. Ndërkohë, punonjësi i sigurisë Banush Koxhaj akuzohet për shpërdorim detyre. Sipas prokurorisë, ai nuk ka reaguar edhe pse detektorët sinjalizuan praninë e metaleve gjatë hyrjes së Elvisit dhe Gjon Shkampit në ambientin e gjykatës. Ai nuk ka kryer kontroll fizik ndaj tyre dhe as nuk ka bërë regjistrimin në librin e protokollit, ashtu siç është detyrim për çdo qytetar që hyn dhe del në institucion.